Atëherë po them unë kam vajtur në disa zona të territorit të Shqipërisë, në jug, në Shqipëri të mesme dhe në veriga. Ka një problem. Në rast se unë do të identifikoj me saktësi parcelën e kujt është, pra vitin e kaluar nëse kujtoni në shtator, unë grupi i xhirimit dhe redaksia jonë është kërcënuar për publikimin që i bëm kultivimit të kanabisit në zonët e vogla. Ta mos harrojmë, 2 muaj më mbrapa, pjesëtarët e grupit tim xhirimit u larguan nga Shqipëria për shkak të kërcënimeve dhe një nga informatorët i cili na ndihmoi ne të realizonim atë publikim u ekzekutua. Pra, unë nuk e publikova emrin e tij, nuk u mor, domethënë, u përpoqja ta mbaj në maksimum të fshet kush ishte personi që ne na informoi dhe na ndihmoi që të shkonim atij ku ne shkuam, por për fat keq 2 muaj më mbrapa mbasi u publikua ai investigim, në redaksinë e News 24, personi në fjalë është rrëmbyer në banesën e vet në orën 11 natës me plumba skoke, është azhësuar dhe shehur në anë të rrugës nacionale. Një ngjarje pa zbardhur deri sot. Dhe sigurisht unë këtë fakt po e sjell në vëmendje të publikut, nuk është publikuar deri tani, besoj në shtator sa ta filloj do të kemi dhe një investigim të plot se çfarë ka ndodhur edhe me atë rast, përfshirët me rastin konkret, por e solla për të kujtuar se sa e vështirë është dhe sa rrezikshme është të identifikosh pra parcelën ku të hyn. Ne synojmë jo thjesht kultivues, pra fermerë të thjeshtë apo fshatar të cilët kanë mbjell 100-200 rrej, por sasi të mëdha, ku janë mbjell jo me dënim, po me hektar. Pra kur ka një organizim të plot, të një organizate të strukturuar kriminale, e cila ka mundur që të krijojë një rrjet të tërë personash, ka mbi 30-40 punëtor, ka roja të armatosura, ka infrastrukturë të investuar, ka generatorë që shkojnë atje, pra që janë instaluar aty silencioz, të cilët mbajnë në punë pompat e ujit që mbajnë me vaditje gjatë gjithë kohës bime narkotike, ka kilometra të tërë tubacione plastike të cilat janë blerë dhe janë shtrirë për të marrë ujin nga atje ku ndodhet dhe për të çuar bimës narkotike. Pra, është një industri e tërë që funksion.